Habit të mjeku, ullin të shëroj në këto sëmundje, janë mosha që duhet i konsumoj urgjent. Këto fruta jo vetëm që janë të shijshme, por janë përdorur në ushqime edhe për t'i ndryshuar edhe përfitimet që të cilat do të ndikojnë drejt për së drejti në organizëm. Ullin të rriten nëpër drunjë të quajtur Olea europea, zakonisht në Afrikë, Azi dhe në disa vende të tjera tropikale edhe në Mesdhe. Ato janë të pasura kryesisht me kalcium, me fibra, vitaminën K, vitaminën E. Por kush duhet i konsumoj ullint dhe çfarë i ndodh trupit tuaj nëse i konsumoni ato vazhdimisht në dietën tuaj të përgjithshme? Kur ju i konsumoni ullint, do të merrni një sasi shumë të mirë të fibrave dhe lipideve të nevojshme në dobi të organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se ullint përmbajnë substanca të rëndësishme të cilat bëjnë ndjekjen e kalorive të tepërta në organizëm dhe ju bëjnë që të keni peshën më të mirë trupore. Gjithashtu ullint përmbajnë substanca të cilat ndjekin kaloritë e tepërta dhe ndihmojnë në një regjim më të mirë ushqimor, pa shtuar gjithashtu yndyrnat e tepërta të organizmit. Acidet kryesore që gjenden te ullint janë acidi oleik. Gjithashtu ky acid yndyror njihet për vlerat e tij dhe aftësinë për të zvogëluar problemet e kolesterolit dhe në përgjithësi gjithashtu edhe për të parandaluar komplikacionet e shëndetit të zemrës. Ndaj konsumi i ullinjve në dietën tuaj të përgjithshme sigurisht që do të jetë një nga alternativat më të mira ushqyese edhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Për sa kohë ju i konsumoni ullint në dietën tuaj në formën e tyre natyrale, përfitimet e tyre do të jenë mbreslënse dhe gjithashtu shumë të rëndësishme në dobi të organizmit. Nëse konsumoni ullin në përditshmërinë tuaj, do të keni edhe një imunitet më të fortë. Ullint përmbajnë antioksidant, përkatësisht polifenole. Këto substanca bëjnë të mundur gjithashtu edhe mbrojtjen e organizmit nga radikalet e lira të cilat dihet se shkaktojnë infeksione dhe inflamacione të organizmit tuaj. Kështu, konsumi i ullinjve në përditshmërinë tuaj mund të jetë një mburojë e veçantë e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve siç është edhe imuniteti i dobët. Ullint gjithashtu janë më të rekomanduara kundër problemit të radikaleve të lira. Ullint përpos se mbrojnë organizmin nga infeksionet gjithashtu edhe komplikacionet e stinës, ato janë vërejtur se mbrojnë organizmin edhe kundër problemit të radikaleve të lira. Testet kanë treguar se përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të jetë një mburojë e organizmit në betejën kundër këtyre radikaleve, të cilat në trupin tuaj mund të shkaktojnë një sër komplikacionesh nëse nuk mbahen nën kontroll. Do të keni një memorie më të mirë me shtimin e ullinjve në dietën tuaj të përgjithshme. Polifenolet njihen gjithashtu edhe për ndikimin e tyre në qelizat e trurit, me çrast ato vrasin edhe stresin dhe njëkohësisht ndikojnë në përmirësimin më të mirë të sistemit tuaj të kujtesës. Në një hulumtim në departamentin e neurokirurgjisë është vërtetuar se polifenolet e gjetura te ullinjt ndihmojnë shumë në procese natyrale të gjetura edhe te kujtesa, sidomos edhe atyre të çrregullimeve psikike. Ekspertët i këshillojnë ullinjt si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni në dobi të organizmit. Kështu, jo vetëm që do të keni një memorie më të fortë, por edhe një sistem imunitar më të shëndetshëm. Me konsumin e ullinjve në dietën tuaj do të keni gjithashtu edhe një lëkurë më të shëndetshme. Ullinjt përmbajnë gjithashtu vitaminën E dhe acidin oleik. Të dyja këto produkte janë të nevojshme për të pasur një lëkurë më të shëndetshme dhe gjithashtu edhe më të mbrojtur. Ndaj, konsumi i ullinjve në dietën tuaj mund të jetë një mburojë shumë e mirë në shëndetin e lëkurës, sidomos asaj kundër radikaleve të lira. Ekspertët këshillojnë në konsumin e ullinjve, sidomos për ta mbrojtur lëkurën, për ta mbajtur më të shëndetshme dhe më të efektshme. Ekspertët tregojnë se ajo mund të reduktojë problemin e rrullave dhe shfaqjen e këtyre komplikacioneve. Ndaj, konsumi i ullinjve në dietën tuaj sipas ekspertëve do të cilësohet si një nga mburojat më të mira ushqyese, jo vetëm për pamjen tuaj të jashtme, por edhe për organizmin tuaj në tërësi. Përfitimet e ullinjve janë vërtet të larmishme.
Konsumi i tyre vazhdimisht në dietën tuaj do të ofrojë përfitime me karakteristika antioksiduese. Antioksidantët tregojnë një zvogëlim të reduktimit të problemeve të radikaleve të lira në organizmin tuaj. Ndaj, konsumi i ullinjve në dietën tuaj mund të jetë një mburojë shumë e mirë kundër problemit të radikaleve të lira dhe ndikimit të tyre negativ në organizëm. Ullinjtë të përmbajnë antioksidant me përfitime shëndetësore duke filluar kështu nga luftimi kundër inflamacioneve dhe zvogëlimi i rritjes së mikroorganizmave të dëmshëm, të cilët mund të ndikojnë në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Përfitimet e ullinjve janë mbreslënse gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Kolesteroli i lartë i gjakut dhe presioni i gjakut janë dy faktorët kryesor të cilët çojnë gjithashtu edhe në probleme të shëndetit të zemrës. Ndaj, shtimi i ullinjve në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i vajit të ullirit ekstra të virgjër në dietën tuaj do të jetë alternativa më e mirë ushqyese. Do të keni përfitime të mëdha për shëndetin tuaj të kockave. Osteoporoza karakterizohet nga masa e zvogëluar e kockave dhe cilësia e dobët dhe brisht e tyre. Mund të rrisë gjithashtu riskun për fraktura më të shpeshta dhe më të mëdha. Shkalla e osteoporozës është më e ulët në vendet mesdhetare sesa në vendet të tjera të Europës, duke çuar kështu edhe në dietën me vaj ulliri dhe ullinj që mund të ndikojnë dukshëm në gjendjen tuaj të kockave dhe gjithashtu të lehtësojnë komplikacionet e tyre. Ekspertët thonë se përdorimi i ullinjve në dietën tuaj dhe kryesisht edhe të vajit të ullirit do të jetë një mburojë e veçantë ushqyese për shëndetin e kockave dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Do të parandaloni gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira. Radikalet e lira mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj dhe mund të çojnë në dobësime të imunitetit dhe rënje të aftësive të shëndetit. Ekspertët thonë se ullinjt janë një zgjedhje shumë e mirë, sidomos në këtë aspekt të shëndetit tuaj. Siguroni t'i konsumoni me kujdes dhe brenda normës lejuar dhe përfitimet e tyre në shëndet do t'jenë vërtet të larmishme. Ullinjtë tolerohen mirë nga shumica e njerëzve, por mund të mbajnë sasi të larta të kriprave për shkak të lëngut të tyre të paketimit. Kështu, përpara se t'i konsumoni, ato duhet t'i shplani mirë me ujë dhe gjithashtu, nëse jeni një person që vuani nga problemet e tensionit të lartë të gjakut, siguroni të konsultoheni me ekspertin tuaj për të përzgjedhur sasinë e duhur të ullinjve të cilën ju mund ta konsumoni çdo ditë në dietën tuaj. Shtimi i ullinjve në dietën tuaj duhet të jetë gjithmonë brenda normës së lejuar dhe kujdesit të shtuar. Alergjikët të cilët kanë probleme të tilla, sidomos, mund të përjetojnë edhe fryrje ose edhe probleme me fytyrën. Pra nëse jeni një person që jeni alergjik ndaj konsumit të ullinjve, siguroni të mos i shtoni ato asesi në dietën tuaj. Kështu do të merrni vetëm të mirat prej vlerave të tyre magjike. Ullinjt janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj, dhe ndikimet e tyre në shëndet do të jenë të larmishme dhe të shumëfishta. Ullinjtë rriten gjithashtu edhe në vendin tonë dhe japin përfitime të larmishme, sidomos në humbjen e kilogramëve të tepërt. Kur ju konsumoni ullinj, do të merrni një sasi të madhe të fibrave dhe lipideve të nevojshme, të cilat do t'japin rezultate fantastike edhe në organizmin tuaj, sidomos në reduktimin e problemeve të kilogramëve të tepërt. Ekspertët këshillojnë konsumin e ullinjve në dietën tuaj, si një prej alternativave më të çmuara ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të mbroni shëndetin tuaj të zemrës, atëherë ullinjt dhe vaji i ullirit duhet të jetë pjesë prezente e dietës suaj. Acidet yndyrore të cilat gjenden te ullinjt, siç është acidi oleik, acidi i cili do t'japë rezultate fantastike për organizmin tuaj, mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj të zemrës dhe të mbajë larg komplikacionet e saj. Ndaj, nëse doni të shtoni ullinjtë në dietën tuaj, siguroni t'i konsumoni me kujdes, gjithashtu edhe në sasinë e rekomanduar. Vetëm në këtë mënyrë përfitimet e tyre do t'jenë mbreslënse dhe të plota në dobi të shëndetit. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mburojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.